Sulm me thik në New York, autori dyshohet se bërtiti Allahu Ekber. 2 burra u plagosën në një sulm të paprovokuar pranë Central Parkut në Upper West Side të Manhattan, sipas policisë së New Yorkut. I dyshuari Ralph Morales, 51 vjeçar, bërtiti Allahu Ekber gjatë 2 sulmeve. Ngjarja nisi në orën 13:30 ku një 57 vjeçar me origjinë aziatike u sulmua nga pas dhe u godit me thik në shpinë pranë West 84th Street. Pak minuta më vonë, Morales dyshohet se sulmoi një 50 vjeçar hebrej, i cili mbante xharmullk dhe po dilte nga një sinagogë në West 86th Street. Viktima u godit në krahor me kaçavit. Të 2 burrat u dërguan në spitalin St. Luke dhe ndodhen në gjendje të qëndrueshme. Morales u arrestua rreth orës 14:45 pasi u barikadua në një apartament të banesave publike në Amsterdam Avenue. Në vendngjarje u sekuestrua edhe një thik. Komisionerja Jessica Teach deklaroi se policia po heton nëse ngjarja përbën krim urrëtie, ndërsa po shqyrtohet të mundësia e problemeve të shëndetit mendor. Guvernatorja Kathy Hochul dhe kryetari i Këshillit Bashkiak Julie Manning e dënuan sulmin duke shprehur solidaritet me komunitetin hebrej. Hetimet për motivin vijojnë.